Tre ngjarje të rënda janë shënuar në Durrës, Tiranë dhe Berat, ku kanë mbetur të vrarë 3 shtetas. Në Durrës, një 25 vjeçar ka masakruar me thik të atin pas një konflikti çasti. Në Tiranë, një 41 vjeçar ka vrarë kolegun e tij për motive banale, ndërsa në Berat është qelluar me thik një 42 vjeçar për motive banale. Policia ka mundur të arrestojë 2 autorët e ngjarjeve në Durrës dhe në Tiranë, ndërsa në Berat vijon puna për kapjen e autorit. Në fshatin Shkallnur të Durrësit, 25 vjeçar ka vrarë me thik të atin pas një konflikti të çastit brenda banesës familjare. Sipas burimeve nga policia, Marian Kodheli, 25 vjeç, ka goditur për vdekje të atin e tij, Pjetër Kodheli, 69 vjeç. Viktima ka ndërruar jetë gjatë transportit drejt spitalit si pasojë e plagëve të marra. Burime nga hetimet bëjnë me dije se i riu vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe kishte shfaqur edhe më herët sjellje agresive. Pas krimit, ai është larguar nga vendngjarja, por policia ka mundur ta arrestojë pranë zonës së plazhit Durrës. Ndërkohë, një tjetër vrasje ka ndodhur në Tiranë, në zonën e komunës së Parisit, ku një debat mes kolegësh në një lokal ka përfunduar në tragjedi. Filip Shehu, 41 vjeç, që punonte si picier, ka goditur me thik kolegun e tij, Indrit Ismailllari, 34 vjeç, i cili ishte kuzhinier në të njëjtin lokal. Për shkak të plagëve të marra, Ismailllari ka ndërruar jetë pak pas ngjarjes. Vrasja ka ndodhur në mes të lokalit në sy të shumë klientëve. Sipas tyre, autori e ka goditur me thik në qafë viktimën duke i shkaktuar vdekjen. Ka ndërhyrë edhe stafi i lokalit që ka neutralizuar autorin pasi ai nuk e ndalonte sulmin ndaj viktimës. Edhe Berati këtë të martë është tronditur nga një ngjarje e rëndë ku ka mbetur i vdekur një 42 vjeçar. Në lagjen e Kalas së Beratit, një 63 vjeçar, Kristo Mema, ka goditur me thik 42 vjeçarin Keli Hoxha duke e lënë të vdekur në vend. Autori i ngjarjes është larguar menjëherë nga hetimet paraprake, dyshohet se ngjarja ka ndodhur për motive banale. Policia njofton se të 2 autorët e vrasjeve në Durrës dhe Tiranë janë vënë në pranga, ndërsa në Berat vijon puna për kapjen e autorit. Grupet hetimore vijojnë punën për të zbardhur plotësisht motivet dhe rrethanat e këtyre ngjarjeve.